Interesi i të rinjve për studimin e historisë mbetet një nga sfidat kryesore të arsimit dhe kulturës në vend. Drejtoresha e Muzeut Kombëtar Elenita Roshi thekson se në vitet e ardhshme pritet një mungesë e theksuar e historianëve, duke rrezikuar jo vetëm kërkimin shkencor, por edhe ruajtjen dhe interpretimin e trashëgimisë kombëtare. Fat keq vëmë re që na mungojnë ata që do bëjnë historianët në të ardhmen dhe prandaj ne jemi këtu, që të kujtojmë që duhet historia, duhet studiuar historia, duhet ruajtur historia e kombit, duhet ruajtur objektet që tregohen në këtë muze, sepse nëpërmjet saj kuptojmë edhe gjithë historinë që kemi ardhur. Mbi të gjitha ne duam të nxisim edukimin për të ruajtur objektet. Sipas saj, zgjedhja për të studiuar histori nuk lidhet vetëm me një profesion, por me një mision të rëndësishëm shoqëror. Roli ynë është që më fort, në mënyrë më intensive, t'i kujtojmë shqiptarëve, fëmijëve, që studimi i historisë nuk është një dëshirë apo një luks, është një detyrë patriotike. Por ne duam të shtojmë sa më shumë fëmijë. Ajo i fton nxënësit që ndodhen përballë zgjedhjes së studimeve universitare të shohin historinë si një fushë me vlera afatgjata, ku kontributi i tyre do të jetë i rëndësishëm për ruajtjen dhe përcjelljen e trashëgimisë kombëtare.